الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب كفن الميت باب في كفن الميت si qefinosët I vdekurit. Khababi radhiyallahu anhu tregon emigrua me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe qëllim kishim kënaqësinë e Zotit. Dhe ai që ndroi jetë, normalisht ndroi jetë dhe shpresoi shpërblimin e tij tek Allahu. Dhe kishte prej nesh që akoma nuk kishte ndruar jetë dhe nuk kishin marrë asnjë lloj shpërblimi prej asaj që kishin bërë. Prej aty ishte edhe Musab ibn Umair radhiyallahu ta'ala. Musab ibn Umair I thot u vra ditën e Uhudit, nuk gjetëm se me çfarë ta qefinosim, përveç se një themi çarçafi. Kur mbulojshim kokën e tij I dilshin jashtë këmbët, e kur mbulojshim këmbët I dilte jashtë koka. E pyetën pejgamberin sa se si të veprojmë, pejgamberi sa se tha mbulojini kokën, ndërsa te këmbët e tij vendosni hurma, vendosni bar idkhir, është një lloj bari. Ka përmend këtu këtë për të treguar se qefini qefini është dy llojesh, qefini I plot, ai që bëhet me 3 copa, me 3 çarçafe. Dhe qefini kur s'ka hapësirë dhe mundësi. Pra, I nevojshëm është qoftë edhe një. Çfarë të jetë mundësia. Ndërsa I ploti është ai I cili është me 3 rroba për mashkull dhe me 5 rroba për femra. A lejohet qefinoset I vdekurit me kostum për shembull? Jo, nuk është në traditën e Islamit. Një hoxh nëse vjen tek një I vdekur cilin e kanë kostumosur, a lejohet të falë xhenazën? Lejohet me falë xhenazën. Sepse I vdekuri nuk ka faj për atë që bën gjallët. Fajin dhe mëkatin e marrin gjallët. Përveç se nëse I vdekuri e ka porosit një gjë të tillë, po edhe sikur ta ketë porosit, kjo gjë nuk është qitë prej feje, që bëhet gabim. Kështu që hoxha mos duhet t'ia falë xhenazën muslimanit, edhe nëse ka problematika të tilla. Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi 3 athwabin yamaniyatin bidin sahuliyatin min kursuf. Laysa fihinna qamisun wala imama. Nëna besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon se dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është qefinosur në 3 copa të bardha, si më thënë qefini, pra si çarçaf le themi, të bardha, s'kishte në to asnjë lloj gjëje, domethënë pra të bardha, dhe nuk kishte kamis dhe as amame. Kamis është këmisha e të vdekurit, amame është çadma ose ajo që vihet në kokë. Pra është fut trupi edhe është mbështjell, I thjesht fare, pra është fut trupi dhe është mbështjell. Është fut trupi dhe është mbështjell, njësh dysh, dhe me 3. Inshallah do ta bëjmë praktike edhe larjen edhe qefinosin ta bëjmë këtu inshallah fare. Sepse prej llojeve të qefinit është edhe kamisi me izarin. Kamis është kjo që lidhet copa e qefinit për gjysmë, edhe pritet një trekëndsh. Edhe I vishet vdekurit si këmish. Kjo është një formë. I vishet edhe një izar poshtë, 2. Pastaj me 2 rroba sipër. Pra bëhen 3 mbështjellësi. Forma tjetër është me 3, 1, 2, 3. A mund shtohet më shumë se 3 qefine? Nëse është e nevojshme mund shtohet. Nuk ka asnjë problem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.